A ishte kjo një përpjekje sinqerte vetëvendosjes për të zgjidhur Gërçin i cili ka kapluar kuvendin, apo ishte thjesht kështu një përpjekje për ta caruar partitë tjera, duke e futur vendin në një krizë më të thellë? Nëse ka dikush dilema, unë ta them sinqerisht, përpjekjet tona janë shumë të sinqerta për të ecë tutje në konstruimin e kuvendit. Dhe më s'ka fije dyshimi. Ne jemi të interesuar në afatin më të shkurtër që ta konstruojmë kuvendin. Tash, në këto përpjekje, një na është thënë fillimisht që base po i ftoni ju partitë politike. Mirë, kemi po dhe ftesa partive politike. Por kanë hinë këto paranojet nga frika se mund të shblokohet situata, hynë paranojet edhe pse mund të jenë ta kemë. Po mirë dështë forma ne jemi demokraci parlamentare. Format e konsultimit janë të tilla. Dhe kjo është mekanizmi i parë. Mekanizmi i dytë është edhe presidenti në referimin e saj thotë që duhet takohen deputet për gjetë zgjedhje. Ne po provojmë vazhdimisht për gjetur zgjedhje, sepse jemi vonë në konstruimin e kuvendit. Pastaj duhet procedojmë në formimin e institucioneve tjera, ose në shprehjen e vullnetit. Sigurisht, në bazë Konstitutës, ju e dini që pas konstituimit të kuvendit i takon e drejta mandatarit, partisë që ka fituar, subjektit që ka fituar më shumë të vota, që në këtë rast është Lëvizja Vetëvendosje, bëj përpjekjet për krijimin e qeverisë dhe pastaj në rast shihen fazat të ndryshme në konstituim të kuvendit, por ne duhet t'i provojmë ato, duhet t'i konsumojmë ata hapa, tash jemi në fazën ku jemi duke u bllokuar nga këto subjekte, edhe për të provu. Pra kjo është sulmi i madh ndaj demokracisë në Kosovë, edhe po besoj që është një sjellje e papërgjegjshme politike edhe në raport me votuesit e tyre, që me të drejtë e kanë delekuar votimin, e kanë shprehur vullnetin e tyre, qoftë për të bërë opozitë ose për përpjekje për qeverisur. Po ja e janë kuvend, duhet konstituohet kuvendi për të bërë këto përpjekje. Gjithçka provohet për ose kundër, po fillimisht duhet kemi kuvend. Nuk kemi as kuvend të konstituuar, edhe që nga shkurti ne jemi duke pritur me non shkurtin muajtur zgjedhjet, tash po hym në maj, ka një kohë të gjatë që ka kaluar dhe unë ndjej frustrimin edhe tek votuesit. Po shpresoj edhe një herë thirrja ime këtu është tek secili deputet individual, që nuk është mëkat që të bëjmë përpjekje të konstituojnë kuvendin e Kosovës, se për këtë jemi deleguar aty.